Përsa i përket çështjes së aeroportit të Vlorës, çështja të paktën në informacionet që qarkullojnë në media, po edhe ato që janë informacione zyrtare, tregon që ka diçka të dyshim që po ndodh me aeroportin, sepse kemi faktin që është fakt nga autoritetet shqiptare që kanë nisur një hetim për këtë çështje, pra ka një çështje penale e cila ka të bëjë me akuzash për mashtrim. Pra, kjo është raporti i shtetit me këtë çështje, kurse raporti i mediave është për sa i përket pjesës tjetër të informacionit më të zgjeruar që kush ka qenë situata që ka çuar në këtë kazus që është ngritur nga ana e prokurorisë shqiptare. Dhe informacionet që qarkullojnë janë pak a shumë pra ajo që dihet tashmë është fakti që kompania e drejtuar nga kompania Mapco, pra e Bexhet Pasollit, ka lidhur një kontratë që është tentuar të jepet forma e huamarrjes. Pra, si kontratë huamarrje, po praktikisht forma me cilën është bërë kjo kontratë është një formë e cila të lë shumë dyshime për mënyrën, kohën dhe jo vetëm kaq, po edhe fatin pastaj të aeroportit të Vlorës. E para njëherë kjo kontratë rezulton e lidhur në, po themi, në fundin e marsit të këtij viti. Pra, kontratë 100 milion euro e lidhur në 26 mars të 2025-s. Ndërkohë që aeroporti një muaj më pas ishte i hapur. Pra, pikpyetja është pse duhet lidhur kjo kontratë pikërisht në këtë moment? Apo mos ka pasur dhe një marrëdhënie të një kontrate të mëparshme, e cila ka bërë të mundur që të vinin shumat, pra nga një kompani e hapur në Kosovë në drejtim të kompanisë tu në Shqipëri, pra duke përdorur një skem tip evazioni fiskal, në të cilën dikush i cili nuk del se kush mund të jetë, ka transferuar fonde njëherë në Kosovë, një kompani që është hapur në Kosovë dhe pastaj është transferuar ato fonde janë transferuar në Shqipëri. Pra, dyshimi është për kohën dhe mënyrën se si kjo kontratë është firmosur dhe njëkohësisht është aktivizuar. Ajo që pastaj bën për mendimin tim skandalin më të madh është fakti që në klauzorët e kësaj kontrate, nuk paraflitet shpesh këtu në media në Shqipëri, po as në këtë besoj, ka të bëjë me krijimin e një mekanizmi të veçantë juridik, i cili njihet nga ligji i Luksemburgut, pra ti krijon një kompani juridike me një NIP të veçantë me të gjitha, të cilës ti i transferon gjithë titujt e kompanisë e një kompanie tjetër. Dhe në momentin ku transferohen këto tituj, kjo kompani bëhet e mbyllur. Pra, mbyllet komplet si kompani, pasi janë transferuar dhe nuk mban përgjegjësi ndaj asnjë pale tjetër. Nuk mund ta hedhësh në gjyq, nuk ka detyrime për të kryer ndaj kompanive të tjera, pra është një formë veçantë të cilën e njeh ligji i Luksemburgut, mbi cilin është aplikuar kjo formë, domethënë. Dhe praktikisht tregon që dikush, i cili ka kontrollin e kësaj kompanie, por që nuk mund të jetë as në gjykatë, as ka asnjë detyrim të shtetit shqiptar, mund të marrë kontrollin total të aeroportit Vlorës dhe ti nuk e mundësi që të bësh asgjë as ligjërisht, domethënë. Pra, as të kërkosh përgjegjësi, as të kërkosh ndryshim kontratës, as transparent, asgjë. Ne nuk e dim kush është. Kjo është pika më e dyshimtë, edhe që është realisht e frikshme nëse do ndodhte. Për këtë arsye, veprimet kanë qenë të shpejta në ana e prokurorisë, pra sa u mor vesh kjo kontratë edhe sidomos kjo formë e çuditshme, me krijimin e këtij mekanizmi nëpërmjet kësaj kompanie, i cili merrte kontrollin e aeroportit Vlorës, pra u tentua që të bëhesh lëvizje e shpejtë përpara se të transferoheshin që të gjithë titujt në drejtim të kësaj kompanie për cilën nuk dihet asgjë. Po cili është roli i Pacollit në të gjithë këtë? Roli i Pacollit është ai i cili ka lidhur, pra kompania e drejtuar për ti është ajo e cila ka lidhur kontratën. Pra Mapco që kemi këtu është ai që e ka marrë koncesionin në shtetin shqiptar për ndërtimin dhe operimin e aeroportit Vlorës, dhe njëkohësisht është ai që është huamarrësi, dhe jo vetëm huamarrësi, po me këtë lloj kontrate edhe transferuesi i aeroportit Vlorës në drejtim të një kompanie tjetër
pra e cila bën kompaninë që të jetë jashtë kontrollit edhe aeroportin e Vlorës që të jetë jashtë kontrollit të shtetit shqiptar. Ndalemi pak, Gjë do rikthehem vetëm është- pas pak. Do rikthehem vetëm pas pak te kjo pikë, se kjo është shumë e rëndësishme, po thjesht dua të kuptoj këtë gjë. Nëse problematika me kontratën e aeroportit nis këtu në këtë moment kur është zbuluar kjo kontratë, apo ka nisur që gjatë tenderimeve, dhe që gjatë mirë thash tenderimeve dhe kompanive që janë afruar dhe janë larguar për të përfunduar pastaj përmes mekanizmave tek Pacolli, që në fakt implikon edhe qeverinë. Jo, për mënyrën se si bëhen tenderet në Shqipëri, kjo nuk është gjë e re. Domethënë, mënyra se si ka influenca që një kontratë koncesionare të jepet një kompani apo të jepet një kompani tjetër, kjo është diçka e cila në Shqipëri tashmë nuk bën më bujë. Ajo që bën bujë në këtë rast është pikërisht ky fakt, transferimi i komplet koncesionit dhe i objektit Aeroport Vlorë në një kompani të cilën ti as mund ta hedhësh në gjyq, as mund të kërkosh llogari dhe as nuk e di se kush është pronarja e saj. Pra, praktikisht një fantazëm, ty të merr kontrollin dhe ti nuk mund të bësh asnjë gjë me aeroportin që në përmasat është i dyti në Shqipëri dhe mund të jetë në më të rëndësishmit, aeroporti i Vlorës. Pra, kjo është ajo që në këtë rast e bën të veçantë këtë aferë në krahasim me aferat e koncesioneve të tjera. Ne kemi koncesione të tjera për të cilat ka pasur problematika edhe gjatë tenderimit me kompani që janë paraqitur, pastaj janë tërhequr, pastaj ka dalë një kompani tjetër, pastaj janë transferuar, pra janë bërë lëre të tilla. Ajo që ndryshon në këtë rast për mendimin tim është fakti i deformimit total dhe i praktikisht rrëmbimit ligjor të një aeroporti shqiptar nëpërmjet një skeme të tillë. Qartë. Dhe për të rikthyer pikërisht te kjo, tek një kompani fantazëm që mundet ta marrë aeroportin dhe që, siç e the ti, nuk i bën dot më gjë pastaj, as përmes rrugës ligjore, sepse kontrata është lidhur në bazë të ligjit të Luksemburgut që e ka atë klauzol. Çfarë është kjo kompani ruse që do të dalë drejt në temë, sepse ky është dyshimi që është përfolur në media, po themi, dhe që e fut Shqipërinë në një problem dhe gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Dyshimi është i tillë, sepse mënyra se si është operuar është një mënyrë e cila lë dyshime për këtë gjë. Duhet kuptuar që aeroporti i Vlorës është shumë afër një aeroportit Kuçovës, e cila është baza e NATO-s. Po. Dhe njëkohësisht aeroporti i Vlorës përvet fushpamin që ka monitoron dhe trafikun ajror në Adriatik. Pra e ka shumë të lehtë fushpamin drejtim të Adriatikut dhe në drejtim të Italisë, e cila ka bazat e saj të NATO-s, kemi bazat që janë realisht të rëndësishme në Itali. Pra, duke parë pozicionin shumë strategjik dhe duke parë mbi të gjitha mënyrën e fshehtë se si është bërë e gjithë kjo aferë, këtë le të dyshosh që ata të cilët duan të marrin në këtë mënyrë kontrollin total të aeroportit Vlorës janë persona të cilët nuk duan që emri i tyre të bëhet publik. Dhe normalisht kur nuk do që emri jote të bëhet publik, tregon që ti ke diçka për të shehur. Nëse ti je aleati i jonit, ti nuk ke arsye pse të shihesh. Dyshohet që ti i përket një vendi jo mik, për këtë arsye ti nuk do që emri jote të bëhet publik. Pra dyshimet janë të arsyeshme për të treguar pikërisht këtë fakt. Pra dyshimet edhe ato që janë në drejtim të prokurorisë mund të jenë pastaj do dalin apo nuk do dalin, janë në drejtim të një vendi jo mik dhe në këtë rast dyshimi mund të jetë në drejtim të Rusisë, e cila ka operuar me kompani offshore jo vetëm në Shqipëri, por ka punuar në gjithë Evropën dhe praktikisht edhe në vende që janë edhe më të zhvilluara se sa ne. Tani që Behgjet Pacolli mund të lidhi kontrata edhe me kompani ruse, edhe me kompani që i përkasin Unionit Euroaziatik, kjo është e kuptueshme për vetë historinë e investimeve të tij. Ajo që unë s'kuptoj është qeveria e Shqipërisë kur ja ka dhënë, siç thuhet, duke shkelur procedurat e tenderit, Behgjet Pacollit këtë gjë, nuk e kishte parashikuar një skenar të tillë? Parashikimet e një skenari të tillë nuk mendoj. Behgjet Pacolli, pavarësisht se mund të lidhë kontrata me kompani të huaja, ka një eksperiencë në ndërtimin e projekteve të mëdha. Pra, është, po themi, po të shikosh në pikpamja formale juridike, është një person i cili drejton kompani të cilat kanë kryer projekte të mëdha. Pra, ti nuk mund ta pengosh që të marrë pjesë nga një kompani e tillë,
pavarësisht se çfarë veprimesh mund të bëjnë. Dhe ai nuk akuzohet për ndërtimin apo se mund të kishte lidhur kontratë edhe me firma të cilat normalisht ty nuk ta përqin, nuk e ke dëshirën për shumë, ai mund të kishte lidhur kontratë me punëtor kinez apo me kompani kineze si nën kontraktorë të tjerë. Kuptohet ato do i kaloni një procesi vettingu në Shqipëri. Do ishin shumë transparente procedurat. Do kishte përdorur, pra do kaloni një proces vettingu në momentin kur kaloni në kontraktor. Problemi në këtë fakt është fakti i lidhjes në mënyrë të fshehtë ose krijimit të këtij mekanizmi ligjor që siç e përmenda, i cili është totalisht, po ta shikosh në formale juridike është rrëmbim me ligj i një aseti kombëtar, siç është aeroporti i Vlorës. Pavarësisht se mund thua unë ndërtova, sido që të jetë ai është një, domethënë do të jetë vazhdimisht nën kontrollin e shtetit shqiptar, për shumë arsye do të jetë kush e menaxhon, transparenca, problemet që mund të ketë të tjera, sepse ke të bësh fundit po themi edhe me jetë njerëzish, nëse larg qoftë ke aksidente, kush do mbaj përgjegjësi? Kush mban përgjegjësi ligjore? Nëse kompania është e tipit të tillë. Pra ti në këtë mënyrë siç e ke ndërtuar, ti e ke vështirë pasaj edhe për sigurinë e vet aeroportit, sigurinë e veprimit normal të një aeroporti të tillë, që të mbajë përgjegjësi edhe për incidente të ndryshme që mund të ndodhin, përveç operimit, për shembull, që nëse në kompania që e menaxhon po që është në hije, që nuk dihet askush vendos, po them një drejtor i cili tenderat e radarëve dhe të tjera dhe i jep ose fut module ruse apo tjera në cilët shërbejnë për të gjurmuar avionët e NATO-s apo ndonjë trafik tjetër, normalisht ti prap nuk e ke kontrollin që të bësh, pra të ndalësh një veprimtari të tillë. Pra, nuk është thjesht deri tek operimi në drejtimin që është më e rëndësishme e sigurisë të personave të cilët do përdorin ato. Po dhe çështja e sigurisë kombëtare. Kjo që mund të shërbejë si për spionazh në brenda Shqipërisë. Është çështje e sigurisë kombëtare. Këto të dyja janë çështje sigurie, jo vetëm për jetën e shtetase, por edhe për sigurinë kombëtare, në kuptimin e po themi kthimin e saj në një bazë spionazhi për vende jo miq. Qartë, dhe si mendojnë që përfundon kjo histori? Dhe kush ajo që unë kuptoj, a janë qytetarët shqiptar të humbur nga kjo histori? Po themi gjithë kësaj afere, ajo që duhet të treguar është që në këtë rast Rama nuk është se ka dalë për të mbrojtur një situatë të tillë, mbase ky mund të jetë edhe fundi politik i Belinda Ballukut, e cila nëse prek interesa pastaj që kanë të bëjnë me çështjen e sigurisë me NATO-n me të tjerët, mund të kaloj në rastin domethënë mund të kaloj dhe të kthehet në një personazh i cili të jetë edhe bota ose vendet aleate të interesuara për ta hequr për shkak se përbën risk potencial për Shqipërinë dhe infrastrukturën shqiptare. Fundi politik i Belinda Ballukut, si po themi zyrtarja që vendosi firmën, pra. Zyrtarja që raportohet, që e ka ofruar Bexhet Pacollën. Pra, në media është raportuar që Bexhet Pacolli, pra, përcaktimi i emrit të tij ose ofrimi i tij, prezantimit të Rama ka ardhur nëpërmjet Belinda Ballukut. Paktën kjo ka qenë informacionet që janë në po themi në media dhe duke qenë se Belinda Balluku ka edhe tendera të tjerë, të cilat janë ose koncesiona të tjera janë duke u hetuar në spaku, nëse kjo tezë është e drejtë, atëherë mund të presim një riaktivizim të këtyre dosjeve nga ana e spakut për të goditur Ballukun sa më shpejt të mundur. Për ta mbyllur, se nuk e prisja që do bëje këtë deklarat, kjo është deklarat mjaft e fortë, nuk e kisha parashikuar, po për ta mbyllur, kjo gjë mund të shkaktoj, po themi, një stuhi politike në Shqipëri. Ne kemi parë dhe zotin Berisha, i cili i ka mëshuar fort tezës që ishte zonja Balluku, e cila ja ofroi zotit Pacolli këtë gjë, por nuk ka thënë deri tani me sa unë kam parë çështjen e sigurisë kombëtare dhe lidhjen me aleatët, që e bën kaq të madhe këtë çështje. Shikoj, kur është një aeroport për mënyrë të unë kam punuar në projekte që kanë të bëjnë me aeroportet dhe e di fare mirë, domethënë ose kam njohuri pak a shumë për infrastrukturën dhe mënyrën se si operojnë. Nuk është aq e lehtë, domethënë kjo çështje, sepse informacionet që kalojnë në aeroport janë dhe informacione civile, po janë dhe informacione që
që kanë të bëjnë me sigurinë ushtarake të vendit. Pra, ideja e krijimit të po themi, një problematike të tillë me persona fantazm që drejtojnë një aeroport kaq afër Kuçovës dhe kaq afër Italisë, dhe ti nuk e di se kush e operon këtë aeroport, pra nuk e fare transparent se si punon, se si kush është pronari, kush mban përgjegjësi e tjerë, tregon që dyshimet janë të arsyeshme nëse ke vende që janë vende jo mike, pra siç e shpjegohen përpara. Qartë. Nuk e di pse e ka përmendur apo jo, po themi, Berisha këtë, po themi këtë rrjedhoi që mund të dalin nga fakti i kësaj ngjarje.